Përshëndetje, mirë se u gjetë, dashur miq. Në këtë të shtunë, sigurisht është një atmosferë festive, ka nisur që në fillim të javës në studion tonë, në fakt, por edhe tek juve. Besoj që gjatë kësaj jave ka filluar përgatitjet, zbukurimi i shtëpive për festa. Sot është data 6 dhjetor, madje është data tradicionale, ndoshta ndryshe e thënë, pikërisht për vendosjen e pemës festive të vitit të ri dhe të Krishtlindjes dhe sigurisht edhe gjithë dekoreve të tjera. Kështu që vendosëm që pikërisht në këtë të shtunë të flasim me miq tanë që do të vinë pas pak në panel, pikërisht për magjinë e festave, për atmosferën që mezi e presim të që e shijojmë pafund, edhe sigurisht përgatitjet që e shoqërojnë të gjithën këtë së bashku. Çfarë bëjmë ne, si e ndajmë njëri tjetrin, çfarë gëzimi sjell në jetën tona pikërisht kjo periudhë e fundit e vitit, me të mirat edhe me sfidat e veta, se sigurisht ka edhe shumë stres nga ana tjetër, por që tashmë jemi mësuar me të dhe pa diskutim, gëzimi i festave është i pamat në këtë periudhë të vitit, dritat, shkëlqimi i tyre sjellin një gëzim të brendshëm, i cili është vërtet shumë i bukur, e shijojmë të gjithë, po mbi të gjitha fëmijët, pa diskutim. Do të flasim me të ftuarit tanë pra pikërisht për këtë atmosferë, do të cilin dhata kujtime nga festimet e tyre ndër vite, pa humbur kohë, dua t'i pres me njerë në studio. E para që vjen, ajo është volejboliste, trajnere, modeling, Silvana Bushati, e presim. Silvana, mirë se erdhe dashur, të falenderoj që je këtu. Ja, tani një dhuratë nga ato që ne përdorim për vitin e ri. Të falenderoj shumë. Që jemi një prag festa. Të falenderoj shumë, pra është një set me qirinj edhe me dekore, një kombinimi të dyave dhe të falenderoj. Edhe festa të gëzuara, po e nisim që fillim komplimenta dhe për veshjen, faleminderit Silvan. Atëherë unë po e lë këtë këtu në mënyrë që ne pas pak edhe të vazhdojmë edhe me të ftuarit e tjerë. Që unë të jem më e lirë, do të presim Bruno Pologatin, këngëtarin. Bruno, mirë se erdhe, të falenderoj që je këtu, të ftoj të ulesh me njerë. Vazhdojmë presim një tjetër të ftuar në studion tonë, është gazetare turizmi, po që ne e shohim gjithmonë me udhëtimet e saj, me videot që është duke përgatitur tashmë me programin e saj online, shumë interesant, sërish fokusuar tek udhëtimet. Flora Xhemani Baba, e presim. Flora, mirë se erdhe, dashur. Sa e bukur që nge bërë. Ngjyrat janë festive në çdo moment të vitit, duket mua, dhe jo shpesh vishesh në këtë stil, po të shkon kaq bukur edhe dukesh një yll sot. Tani të zbukurosh ti gjithë këtë studio të bukur edhe mos respektoj unë ngjyrat e studios tënde. Unë kam sjellë edhe një dhuratë të voçkël. Me që ti dashuron librat, unë të kam sjellë një shenjuese librash. Këto i ka dhe shumë për zemër, këto lloj aksesorësh. Janë aksesor të bërë me dorë. Nga vajza, sidomos edhe nga djem, të talentuar, super të talentuar, që ndoshta nuk shpërblehen mjaftueshëm për mundin e tyre, janë produkte artizanale të një grupi njerëzish të cilët kanë vendosur të qëndrojnë në Shqipëri dhe të prodhojnë me duart e tyre. Sot artizanati nuk është në ditët e tia më të mira për sa i përket krijimtarisë, por jo në ditët e tia më të mira për sa i përket konkurrencës së tregut. Kështu që unë do ftoja nëpërmjet teje. Patjetër, çdo njeri, sidomos për festa, të blini produkte të vogla që nuk kushtojnë shumë, pra nuk ju kushtojnë ndonjë gjë të madhe, por ama ju ndihmoni artizanët të cilët lodhen shumë dhe nuk shpërblehen sa duhet. Shiko, Flora, mendoj që artizanati nuk është në atë periudhën e vetë më të vështirë. Dhe ka një lloj ringritjeje. Patjetër që po. Sepse ka marrë më shumë më tepër vëmendje dhe unë besoj që edhe ne si konsumator kemi filluar dhe kemi kuptuar që duke qenë viktima të konsumizmit edhe ne si gjithë pjesa tjetër e botës në këtë kuadrin e globalizimit, kemi kuptuar që ndoshta bollmë edhe me këto lloj produktesh konsumi. Po, me produktet e konsumit. Të cerisë. Ka ardhur momenti për zgjedhur gjërat veçanta, gjëra me shije, gjëra që kanë shumë shpirt brenda, personalizuara dhe që jetojnë gjatë. Patjetër, kështu që artizanët tanë bëjnë gjëra të mrekullueshme, të çfarë do lloj forme, jo vetëm këto që ne kemi këtu, gjithçka. Sot gjen shumë nëpër Tiranë, po besoj edhe nëpër qytetet e tjera. Po gjen shumë, po mjafton të hysh në internet dhe të shkruash produkte artizanale të çfarë nuk të del përpara. Edhe am dhe një mesazh të bukur me këtë fillim programi me Flora Xhemani, faleminderit, dhe presim të ftuarin tjetër në studio, hairstylist Ardi Borova, presim. Ardi Borova, mirë se erdhe Ardi. Falenderoj shumë që je këtu. Gati për festat edhe ti. Duke bërë nxemje. Duke bërë nxemje, okej. Falenderoj që je këtu. Dhe të ftuarën tjetër që na bashkohet, avokaten Nexhi Beqiri, zonja Nexhi. Mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu. Faleminderit juve. Komplimenta për lukun. Më pëlqen shumë bukur. Falenderoj që je këtu me ne. Të ftoj të ulesh. Ja tek kemi të gjithë bashkë. Ta nisi me një trokitje gotash, ndërkohë.
Gëzuar, njerë mirë se erdhët, festa të mbara, festa të bukura për të gjithë ju, me sa më shumë shkëlqim, ne ndërkohë gëzuar të gjithëve. Kjo verë është mrekullueshme. Në kuadrin e gjërave të prodhuara lokalisht, kjo është verë shqiptare, Flora, që ta dish dhe është vërtet shumë e mirë. Do të sillim një grup, është e vërtet. Do të sillim një grup përgjigjesh, sepse kemi intervistuar qytetarë të ndryshëm, të rastësishëm në rrugë në lidhje me përgatitjet e tyre festive, të shohim se si kanë filluar ata të përgatiten, nëse kanë bërë pemën gati apo jo, po unë besoj që sot që jemi paka shumë të gjitha përgjigjet duhet t'jenë një përgjigje pohuese në lidhje me këtë atmosferë, e cila i gëzon të gjithë, të mdhejet vegjël. Le të shohim materialin. Ta kanë vendosur pemën e vitit? E kanë vendosur Nipi dhe Mbesa që në datë 3. Gjëja me e bukur për ta është pema e vitit të ri. Pemën për festat e ke bërë, ke zbukuruar? Po, pemën për festat e kemi zbukuruar. E kemi zbukuruar në brëm që data 6 të gjente drita të ndezura. Kemi 2 mbesa edhe një nip. Dhe në pemën e vitit të ri kanë vendosur fotografit e tyre. Nipi, mbesa dhe mbesa tjetër. Jemi shumë të kënaqur. Shpinë po djevona. Unë edhe kur isha gotë se boja pemën e vitit të ri, edhe shpinë. Aq sa kishim mundësi, po e rregulloja. E kam vendosur pemën e vitit të ri para 2 javësh. Pemën e keni zbukuruar? Sot do ta zbukuroj. E kam zbukuruar se kam fëmijë të vegjël, u kënaqen me pemën që bëra se e kishte shumë e bukur e kam bërë. Po e kemi zbukuruar, patjetër. Sot është dita që hapen dritat. To isi dhe përgjigjet e qytetarëve, sepse të gjithë praktikisht, thash, sido që të ketë qenë viti, kur vjen ky fundi, më duket mua sikur të gjithë mezi e presin. Qoftë ata për të festuar, qoftë të tjerë për të thënë, ama do iki ky vit sa më shpejt të vit tjetri. Pra për çdo lloj arsye, unë besoj që festohet në këtë fund vit, apo jo? Si mendon Flora? Unë për veten time e dashuroj periudhën e festave. E kam të ngulitur që nga fëmijëria, e përjetoj shumë. Përpiqem të marr pjesë tek zbukurimet e shtëpisë, të pemës. Nuk di sepse, por është ajo koha që është si me re që duket sikur nga çasti në çast pritet të bjerë borë, dhe zakonisht kjo është një periudhë, një lloj klime që mbizotron, sidomos në Shqipërinë e Mesme, po themi unë jam rritur në Kavaj, por edhe në Tiranë shikoj e vë re. Ti shikon dekoret e rrugëve, në lagje, ajo koha që është gjysëm ngrohtë, gjysëm ftohtë, njerëzit që vinë vërdallë, dhe nëse ka një periudhë që e shpalos plotësisht, do me thënien e fjalës atmosferë, ajo është pikërisht periudha e fundvitit, dhe mua më vjen mirë që me gjithë ndryshimet e mëdha, ose me gjithë problemet ku mund të kaloj shoqëria, Shqipëria, se kemi tani probleme plot, pse duhet ta fshehim? Prap njerëzit e kanë atë dëshirën për të gëzuar, për të festuar, për të mbledhur, edhe pse nuk është si dikur, për shkakun që mezi prisim të mblidheshim, por atëherë kishim vetëm atë gjë, pra faktin që do mblidheshim së bashku, edhe ushqimi, po themi, racionohej, kontrollohej, mezi pritej të haj baklavaja, apo ti e shikoje mollën një herë në vit, apo portokallin, por sidoqoftë unë mendoj që ky gëzimi ekziston ende, pra ka një dëshirë të mirë për të gëzuar dhe për të festuar në periudhën e fundit. Keni bërë ndërkohë, keni zbukuruar, sot jemi në 6 dhjetor, kështu që Sigurisht që me datën 1 dhjetor, gjithmonë. Që me 1 dhjetor fillon. Me 1 dhjetor. Sigurisht kjo ndikon edhe nga fëmijët e vegjël, sepse kur ke fëmijë në shtëpi detyrimisht ata gëzojnë edhe kanë dëshirën e madhe për të pasur pemë në shtëpi. Sot 1 dhjetori nuk bënde shumë përshtypje, që ta dish, ka filluar tani që në nëntor. Që në nëntor. Ata që çudisin sot janë ata që bëjnë gati në më herët se mesi. Me 1 nëntor, pikërisht, pra më herët se mesi nëntorit, sepse ka filluar, sepse është atmosfera vim po aty. Po, e vërtetë. Ta qetë bukur atmosfera dhe ti do që të zgjas tash është sa më gjatë. Në fakt, po bisedonim edhe të dyja pak para programit, domethënë që mua më pëlqente të edhe atmosfera nëntorit, por edhe fëmijët duan, domethënë që të vi pak më shpejt kjo, edhe nuk është negative. Shiko, ne kemi të mirë nëndorin se janë festat e nëndorit. Po, sepse kemi festën tonë. Bëhet nxemja paraprake. Megjithatë, ajo që po bisedonim Rudin ishte që nuk festohet kaq shumë nëntorin në shtëpia. Dhe pse jo, pse që në shtëpi ne në 28 nëntor të bëjmë një festë të madhe, një darkë të bukur, të kemi atmosferë kuqezi. Nuk ndodh kjo, ë?
Mbaron aktivitetet e paraditës, 28 nëntori edhe kaq. Kur ka ndeshje më shumë, po në 28 nëntori, Bruno për shembull, bëni ju me 28 nëntor dark me ngjyra kuqezi në familje? Jo, në familje jo, nuk bëjmë. Pse se bëjmë ne këtë gjë? Po, ç'a them, ndoshta nuk e kemi si traditë. Nuk e fajin ti, ës? Di, po. Më bëre, më të zgjur më bë gjyq. Vetë i thosha babit dhe mamit, ore pse se bëjmë ne odha, ç'a ma beti bër. Po, jo, nuk është, ndoshta nga që presim ato, jo festat e Krishtlindjes, se këto na janë bërë më të zakonshme këto festat e tjera, po e vërtetë është që duhet bërë dhe festat e flamurit, pse jo, festohet, nuk është gjë e keqe. Duke qenë se le të themi pas viteve 90 shumë gjërat filluan të ndryshojnë, relativisht në sistemin e më përparshëm, 28 dhe 29 nëntori festohej në mënyrë shumë të fuqishme nga ana shtetit, me parada, me flamuj, me arritje, me gjëra. Edhe tani me aktivitet e paraditeve ka plot. Po pra, e kisha fjalën se si ndryshoi koncepti nga një lloj feste, le të themi e imponuar që njerëzit vërtet shtetërore, i pëlqente, po le të themi të ardhurat nuk është se ishte... Nuk duhet jetë feste imponuar, se s'ta imponon do të askur se ka të... Absolutisht, por jo familjare. 28 është fest më e madhe se sa ata që munden ta imponojnë sot, kështu që nuk ka lidhje fare me të imponuarit ose jo, është festa e gjithë dhe duhet festuar. Po më vonë aty do dilja u bë moll sherri kjo puna 28 apo 29, dhe njerëzit filluan të ndaheshin zim këtë festojmë a 28-ën, a 29-ën. Dhe që mbaj mendun nga fëmijë, ka qënë nxemja dhe përgatitja për vitin e ri, sepse atë neve e kishim si simbolikën më të madhe, ku do mblidheshim gjithë dhe do bënim ato gjërat si nga familja dhe fëmijët. Unë mendoj që duhet punuar në këtë drejtim, që të hyjë në traditë të festuarit në familje, e 28 nëntorit, që është një festa jonë më e madhe, më rëndësishmja. Rudina, më vjen mirë që po e trumbeton dhe po e thua, dhe për mua mos e ndaj këtë gjën e thënit, se ne shkojmë bëjmë të gjithë festat amerikane që s'kan lidhje fare me ne, dhe nuk bëjmë atë që kemi festën tonë që realisht duhen bërë. Thanksgiving. Apo Halloweenin, apo shlidhje ka... Jo, ne e bëjmë, dakord, jemi kundra, po pse mos bëjmë këtë? Madje për të mos shkuar tek ekstremi tjetër dhe e mbyllëm këtu me 28-29 nëntorin, zakonisht festohen jashtë, se qëllojnë 2-3 ditë, 4 ditë pushime dhe thënë festat e nëntorit në Dubai, për shumë. Rutina, unë dua të ndërhy. Jo, shkapim, ne festojmë, duke qënë se unë jam mësuese, ne të paktën kemi 2 javë ose 3 javë për para që përgatitim për të festuar festën e flamurit. Po, kishim të familja më shumë. Flasim të festa familjare, jo aktivitete në shkolla, po në... Më lini të mbaroj, nëse mbaroj do të kuptoni logjikën, përderisa ne bëjmë 2 javë, 3 javë përgatitje, gjithashtu festojmë dhe me grupin tonë, pra mblidhemi në darkë, festojmë dhe postojmë dhe foto dhe video. Çdo vit që ne kemi festuar nuk ka humbur, ndoshta është humbur pjesa më e madhe e njerëzimit, por që ka njerëz që vazhdojnë dhe festojnë, jo vetëm në familje, por shkojmë edhe në Kosovë, edhe në Vlorë që kemi festuar bashkë me familjen. Nuk mund t'i përfshirë të gjithë. Jo, nuk është, jo. Mua për shumë me 28 nëntorë më shion të shikoj nëntorin e dytë në televizor, me pa tjetër. është në ata shumë Amerikanët, kur kanë 4 korrikun, ti shikon si dekorojnë shtëpitë e tyre, se si marrin blejnë aksesor të ndryshëm më për të zbukuruar, ose vishen dhe vetë. Po nuk e kanë vetëm për çështje e parade atë, e kanë edhe për në shtëpitë e tyre, për organizojnë festa gjithçka të kuruar në lidhje me atë tematike, patjetër. Se ka qenë 50 vjet që ka qenë një festë 28-29 nëntorit që organizohej nga shteti në mënyrë shumë solemne, shumë bukur, shumë të rëndësishme dhe njerëzit mezi kanë pritur ato paradat e rëndësishme. Tani kur ndryshoi regjimi, natyrisht që ka vazhduar e festë, por nuk ka vazhduar me madhështinë që ka qenë më përpara. Kjo ishte për arsye dhe të debateve politike që shumë mirë i theksoi. Megjithatë, është mirë që ndoshta dhe duhet thënë kjo gjë me forcë, duhet insistuar, duhet organizuar që lidhet me gjithë, me institucionet, me familjarët, me edukatën që duhet marrin që fëmijë, me bizneset të cilat duhet ta furnizojnë këtë datë në kuptimin që t'i japi rëndësinë e dur, në mënyrë që ajo me të vërtetë të kthehet në një festë të madhe që lidhet me kombin shqiptar e tjerë. Edhe pa e nënvlerësuar atë instanantën, se nuk është pak një epokë e rëndësishme e cila e radhiti... Jo, po që ta themi këtë që është e mirë njohur në botë, që e radhiti
ushtrinë nacional shkrimtare të popullit shqiptar në kraun e fitimtarve, në kampin fitues, dhe kjo është një merit që njihet botërisht dhe s'kemi pse do më të nënvlerësojmë. Le të jenë dhe të dy festat. Debati nuk ka qenë për çështjen e të tradhiturit në kampin fitues, por ka qenë 28 apo 29 pikërisht në moment. Ne nuk kemi ajo, sepse le ta bëjmë histori. Ne duam ta festojmë si 5/2. Dita e flamurit është e shenjtë për të gjithë dhe këtu s'ka diskutim askush për të flasur. Shumë dakord. Kemi gjithë dakord. Me që jemi të festat e fund vitit tani, se po flasim. Po duam të iki ky 2025, se duket pas ka qenë viti mirë për gjithë ju edhe na tërheq koha. Besoj që dhe dekori i këtyre zbukurimeve festave të fund vitit nuk e përjashton, edhe flamurin kuqezik, kështu që le të jetë në nëntor, edhe për ata që e vendosin pemën që herët. Zëri që vendosin pemën ti në shtëpi. Unë sot e vendosa. Sot me 6, edhe dekoret, unë sot e vendosa, sepse do më thënë, tek ne konkurojmë, 3 familjet e fëmijëve, dhe neve konkurojmë kush e ka bërë më të bukur pemën e vitit 3. Ato të voglën e kemi më artiste që e zbukuron shumë bukur, biles ajo nëpërmjet kamerës na bën vërejtje, mos mi përzjejnë gjyrat, si vjet vërbel rozën, si vjet vër dore. Ajo është një çik tip artiste, kështu që na bën vërejtje. Se unë ka fillu, po s'ka përfundu, se unë jam jashtë procesit. Po procesi është del një pema, pastaj fillon dhe jepen ide si do ta dekorojmë, atë pëlqen kështu apo ashtu, do marrim një gjë ndryshe apo do e lejmë siç e kishim vjet, kështu që pres surpriza kur shkojnë në shtëpi dhe mund ta gjej gati. Edhe mund ta gjesh gati. Po ne kemi bërë patjetër që në mezin nëntorit kemi filluar. Kemi filluar dhe kemi mbaruar. Si është kombinimi pemës tuaj? Si pemë vitit 3? Në ato si pemë vitit 3 me shumë ngjyra dhe në fakt them drejtën unë jam pak Unë jam natyrë nostalgjik dhe mua më pëlqenjë shumë dhe ato shirit, atë që kemi pas për kemi qenë të vegjël. Edhe si dë fletore pundore dhe them na njërë, çdo gjë është shumë, po them, më pëlqen ta kemi një gjë të vjetër të më kujton ato gjërat e vegjëlisë. Keni një traditë tani, ruani një traditë tani. Ai ka harruar me i bomës se i kishte bë. Jo, për ta harruar, nuk harruar, e kam bërë. Por aq kohë sa e thash, normal që e kam bërë. Më pëlqen të ruaj traditën e datës 5, pra që është data 5 në mbrëmje që lidhet me shënkollin më duket, edhe tani djemët janë rritur, nuk është se kanë atë padurimin për ta bërë sa më shpejt, madje tani që janë rritur nuk e kanë edhe me shumë qef, me thënë drejten, që ta zbukurojnë pemën, po pak me detyrim, pak për të mos ja prishur mamit, dhe më thënë, kandisen edhe e bëjnë pemën. Unë për shumë pambukun e vë gjithmonë, pra pambukun si dëbor e vë gjithmonë natyral. Kemi blerë në shumicën e viteve bredh natyral, por duke e mbajtur një muaj brënda në shtëpi, kur nuk e bëjmë në fshat, se unë i zbukuroj edhe shtëpinë në fshat edhe shtëpinë në qytet. Jo, thahet, thahet dhe nuk duron një muaj dhe në shumicën e rasteve është tharë. Ata që kanë rezistuar i kemi mbjellë në obor pasaj në fshat, por kryesisht me bredh natyral, kur nuk kemi mundur ta blejmë natyral që na është thara i vitit kaluar, kemi një artificial në shtëpi që e përdorin me raste emergjence, po mundohemi gjithmonë që zbukurimet të ketë një prekje njerëzore, të ketë një gjë të bërë me dorë, shiritat e letrave me ngjyra përpiqemi t'i vëmë gjithmonë, pambukun e vendosim, pra dëborën e vendosim me pambuk natyral. Pambukun shumë e thjeshtë dhe mund të praktikohet dhe është e bukur. Në përgjama, që tani më të vesh pambukun. Prekje sa më natyrale, nuk na pëlqen që çdo gjë të jetë e fabrikuar dhe e blerë në dyqan. E qartë. Silva? Unë kam shkuar, ne kemi një kënd në shtëpi që çdo vit bëjmë pemë të ndryshme. Pra kam dërguar dhe fotot. Është e gjithë faqja e murit që ne bëjmë çdo vit pemë të ndryshme. Kanë fotot e si vjetshme? Jo, kjo ka 2 vjet. Kanë të vitit të kaluar. Okej. Këtu e pas keni pasur pemën si të mbuluar nga dëbora, gati të bardhë. Po, në shtëpi bëjmë pemë të ndryshme. Tek puna unë vazhdoj prapë të jem kjo tifozja, siç tha dhe djali, të bëjmë me letra. Gjithmonë e bëjmë me letra me ngjyra. I bëni me dorë, domethënë, të gjitha dekoret. Gjithmonë, pra për t'i futur edhe fëmijët më në... Je të fëmijët edhe të procesi kreativ, e qartë. Po si vjetë si keni bërë pemën? Ja, nuk e kam nisur, ja. Kjo është? Kjo është pema në krahun e krevatit. Pra këtë kemi vënë tek dhoma e gjumit. Ne në shtëpi përdorim një pemë tek dhoma e gjumit, një në kuzhinë, edhe secili vën ato preferencat e veta. Për shembull, unë jam tek ngjyrat e kuqe, gjërat pak më ekstreme, fëmijët janë tek të gjërat e vogla. E qartë. Si kanë ndryshuar festat? Si mendoni ju të festuarit tashmë në fund vit të këtyre festave
në krahasim. Tani na vë një limit nga kur ta fillojmë. Nga ideja që gëzimi, nuk e di sa, besoj që gëzimi mbetet i njëjtë, në çfarë do kohë? Ne kemi dy kur bëhet fjala për mbylljen e një fundviti, një kohë që hikën, ardhja e një viti të ri, një kapitull totalisht i ri për jetën. Është gjithmonë një energji pozitive, është energji maksimale. Para se shkoj ke kjo e familjes, desha thosha një gjë, që jashtë Shqipërisë, festa fillon që në nëntor, do më thënë dyqanet janë të zbukuruara, rrugët të zbukuruar, e cila në Shqipëri mungon pak. E se do mos dhe në rrethet, dhe ati ka njerëz, dhe ati festojnë, do më thënë duhet të situash të vinë në vëmendjen e tyre, që qyteti duhet marri pamjen festive të festave të fundvitit. Pa tjetër, unë çuditem me bizneset, sepse bizneset duhet ta kuptojnë që zbukurimi vitrinave me këto atmosferën e festave të fundvitit afron shumë klientët, apo jo, Flora? Po ja, shiko kalo kemi sëmshyrë është bosh, edhe ku vjen festa. Qytetit është detyre bashkive, të bënd të shpenzosh, pra është një element, një truk i vogël për të shpenzuar, të bëjnë. Zakonisht ti kur kalon për shumë rrugëve të Tiranës, po theme, apo edhe të qyteteve të tjera, dyqanet më të zbukuruara janë ato që shesin drita, ose zbukurimet, që i kanë vetë. Ata i kanë vetë. Megjithatë, unë kam vënë në re që vitet e fundit, ka biznese që sigurisht tani për arsye publiciteti nuk mund t'i përmend, por që zbukurojnë pjesën e tyre me tunel dritash, me këto fotografit që bëhen Instagram, më bëllë për shembull një zemër të zbukuruar me drita që ti të shkosh të bësh fotografi atje. Dhe edhe ky koncept ka ndryshuar pak, nuk është më si në vitet e kaluara. E vërtet është, ata vjen vetëm 2 drita apo një bredh apo një varg me drita. Gjithmonë e kemi parë me kritik, me sy kritik këtë pjesën, që e fillojnë pak vonë. Jo se nuk duan, të gjithë duan, por e fillojnë qik vonë, e linë mas datës 10, 12, 15, nuk e bëjnë që në datë 1 ose në nëndorë. Pra, linë, kalojnë dhe atmosferën e festave të nëndorë dhe pastaj hynë në 10 orë. Po kush, si që e tha dhe Flora, janë disa biznese, për shumë që bëhen më atraktiv dhe fillojnë kryojnë atmosferë, sepse në javën e fundit, dhe ediqin e fundit, tuaj se të gjithë do vënë diçka, do vënë breda, do vënë lule. Kjo është pema jote, Ardi? Fotot që nga ke cilë po, kjo është e vjetëshmja. E vjetëshmja. E bukur, bukur. Shumë e mbushur shumë me gjërat bukura. Po ti gjithmonë do t'a qesh gati, më duket mua Pemë, në? Me thënë të drejtën po. Më pëlqejmë kjo pjesa kur i gjej gati. Jo për gjë, po se bashortja ime është i pëlqen ai krijimi i vet i gjërave, çdo vit do t'i japi nga një simbolik ndryshe. Pra, do një element ndryshe, heq topat, vë babagjyshat, krijon nga diçka dhe i pëlqen ta ndryshoj. Dhe unë i lej në guston e vet dhe unë gjithmonë në fund them më pëlqen. Kalojmë me fotot e tjera, ndërkohë të shohim pak fotot e Florës. Unë kam sjell një video, nuk e di nëse... Video, ja ta shohim pak, po. E kam bërë, madje e bëra gati, se më pëlqen shumë ajo... Ja, kjo është? Ja, kjo është, po. Sa bukur. Madje, unë mendoj edhe që tani këtu do bëjmë pak amerikanizma, le të themi. Nuk besoj se ka këngë më të bukur se It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, për të përcjell atmosferën fillestare të Krishtlindjeve, që pastaj sigurisht mbushet me këngë të tjera dhe kulmon me Mariah Carey, e cila bën lek falas çdo vit me këngën e saj duke kaluar në majt klasifikimeve, por mendoj që kjo atmosfera, sidomos e bërjes së Pemës, nuk ka këngë më të bukur për ta përshkruar se sa kjo. Por gjithmonë ato vendos. Po ta shikosh Pambuku për shembull është natyral, ndërkohë që ka edhe materiale të blera, por edhe zbukurime të vogla të cilat kanë sidoqoftë një prekje artizanale. Mua më pëlqen ta përfshi gjithmonë këtë element në këto zbukurime. Edhe këto elementë dekorativ shumë të bukur. Një vit për shembull, duke ju bazuar saj tematikës së përvitshme, e kemi bërë vetëm me materiale të ricikluara, duke përdorur pipa, kështu kartona të vegjël, flok dëbore me letra, zbukurime kartoni, dhe me thonë kështu copat vogla druri që bëheshin babagjysh, kështu i kanë bërë fëmijët të gjitha me dorë, a i vogli pikturon pak, dhe me thonë, i jepet për të pikturuar dhe e kemi bërë Pemën natyrale dhe vetëm me materiale të ricikluara. Dhe doli shumë e bukur. Fantastike. Fotot e Nexhit, jam kurioze të shikoj Pemën tuaj, Nexhi, që keni bërë ju në shtëpi, në vitet e kaluara. Ndonjëherë. Sa e bukur. Ndonjëherë rrim ke ngjyrat të ndesura, ke kuqja e ndezur e tjerë, ndonjëherë kalojmë ke ato ngjyrat më të hapura. Domethënë çdo vit bëjmë ndryshim. Sa e bukur kjo foto. Ndonjëherë mbesa jote? Kjo është mbesa.
Po, vendosim nga i kukull bukur atje. Edhe që janë të kujdesshëm sot, ky brezi i ri. Po, kjo fotoja këtu? Këtu jam unë me vajzën, për Krishtlindjet, për mënyra se si shtrojmë tavolinën, kështu që... Është tavolina e shtuar, po. E kuqe e tjerë. Ja, gjithë atmosfera. Besa tjetër, ja, shikon pema. Këtu ishe ke jeshilja që bizotronte dhe ato në gjyrë floriri. Do më thënë, gjithmonë kemi zgjedhur, do më thënë që të ndryshojmë nga një vit në një vit. Pastaj plus në njëre kemi ndryshuar, sepse nuk gjernim ato ku i kishim vendosur zbukurimet e vitit kaluar, sepse gjithë një themi, po i vendosim në një kuti, sepse u hupur një vit. Pa ai viti kalon shumë shpejt, dhe kur themi, ku janë zbukurimet e vitit kaluar, atëre e bëjmë, jo, do vëm të tjera dhe le ta gjejmë një moment, do t'i vjetë sa ide, Rudina, se po më pëlqej ka shumë se e keni po. Do t'i vjetë disa ide. Geraldina Sposa është gjithmonë e dekoron si do të në foto, nuk e di se i kanë vajzat që kam zbukuruar një tavolin në fshat, ku është dhe o gjaku i ndezur, dhe në fakt ajo është pri atmosfera, pra është atmosfera që pret festat, dhe ne na pëlqen që të shtrojmë një kënd, do me thonë e heqim tavolinën nga përdorimi, le të themi që sajohemi me mjete rrethanore për të ngrënë darkën, ose sajojmë një kënd tjetër ku vendosim frutat thata, rabiskota, frutat të tjera, do me thënë materialet të cilat... Këtu janë netët që i paraprin. Netët që i paraprin që është pra fix pas datës 6, ne mbushim tryezën, e zbukurojmë, e dekorojmë. Ja, kjo është fotoja. Kjo është në fshat, për shembull, që po ta shikoni, aty ka frutat thata dhe gjërat të tjera për të kepur. E begat. Bile duhet jem dhe unë kështu me... Ja, dhe këtu sa bukur me fjongo me të zbukuruar me përparë, se duke bërë punë të shtëpisë. Fantastike kjo foto. E ku në fshat jeni ju këtu? Në fshat. Ku në ç'vend? Në Vlorë. Në Vlorë, shtëpia juaj që keni në fshat atje? Kjo është shtëpia jonë që kemi në fshat, se ne zakonisht do me thonë, në shumicën dërmuese të rasteve në gjithë këto vite e festojmë në fshat se nuk duam që gjyshërit të mbeten vetëm. Ata nuk pranojnë kurse si të vinë në qytet në Tiranë. Kanë ardhur shumë rrallë një apo dy herë dhe ne na pëlqen atmosfera pra që të hyjmë të dalim dhe të kepim gjëra, po themi gjatë kohës duke pritur me festat e fundvitit. Bruno, fotot e tua nuk e di, nuk i komentuam. Ke sile po jo? Ska. Po ke sile, ke ardhur vetë, si pemë. Ja kush, është dhurata me bukur. është ai vën një dy gogla këtu tingëll. Është ai momenti pema me bukur, ka që më të bukur të flasë pema këtu. Jemi bërë dhe ne tani që ajo pjesa e le themi e dhuratave që i japim njëri tjetrit në datën me datë 25 ditën e Krishtlindjeve. Edhe të gjitha pakot poshtë pemës, ku se cili pastaj fillon dhe merë atë të vetën. Unë kam edhe goxha nipër edhe mbesa e këtu që fillojmë edhe i shpërndajme shumë pjesë e lezetshme dhe shumë emocionale, ku se cili gjëndet përballa asaj surprizës se qa do kemë këtë vit. Mirë, ne do të kemi publicitet për pak dhe me njerë do të kthehemi më pas me të ftuarit tanë të cilët nëpërmjet objekteve që kemi ftuar të sjellin, edhe jam kurioze të di në fakt se çfarë do të ndani sot me ne. Sigurisht do të vinë dhe historitë pra që përfaqësojnë në vetvete këto objekte. Kështu që me shumë kuriozitet edhe me durim njëkohësisht, shumë pak kthehemi shpejt publicitet.